sepse me politikat e tyre defanzive, jo konkrete për mendimin tim, të cilat nuk kanë arrit me bind as një pjesë qytetare të rezidente, mos flasin për diasporën, ata duhet të tentojnë politikisht që ta krijojnë një përqarje me Zotrit Kurti dhe Vjosa Osmanit. Mundësinë e kanë. Për shembull, Partia Demokratike e Kosovës si një parti më e madhe opozitare në këto zgjedhje që ka dalë, ajo e ka një lloj përgjithësie që të krijojë një farë unifikimi. Dhe si mund ta bëj këtë? Aja mund të shkojë për president, mund të shkojë direkt me një propozim, e cila automatikisht e dëmton raportin e Zotrit Kurti me zonën Osmani nëse këta e vendosin një emër, të cilët nuk mund të thotë ju dhe vetë vendos. Për shembull, ta marrim shembull, shpesh ne për të orët të ndryshme, por edhe në diskutime të ndryshme ka qarkulluar emra nga familja Jashore, për shembull Zotri Murat Jashore. Unë nuk e di ka ambicie. Mirë, po shpesh është përdorur nga njerëz të vetë vendosës me qëllim me kriju presion. Mjafton që Partia Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike, unë nuk pajtohem me këtë. Po ne po tregoj për lojën politike, jo vullnet. Për lojën politike që duhet të ekzistojë, në mënyrë që të krijohet një ndarje në mes të Vjosa Osmanit dhe Zotrit Albin Kurti. Nëse më pyet mua, ne mendoj që presidenti mënyra më e mirë e zgjedhjes është nga populli dhe mos të bën këto farë lloj kalkulime dhe këto manevrime për arsye se edhe qytetarët po janë në presion në stres. Mirë, po opozita duhet të përdorë një strategji e cila tenton që Zotrin Kurti ta zvoglojë. Ne e dim fare mirë se bashkëveprimi i Zotrit Kurti me listën Guxha, dhe me alternativën që ai shpesh ka dëshirë të përmend, natyrisht që e krijojnë një bashkim edhe kjo tregon edhe një fuqi elektorale. Në këtë rrëfimin e çështjes historike gjatë ditës së djeshme, edhe zonja Osmani u deklarua edhe për çështjen e luleve që nuk dërgoi lule atje ku është në përkëmbër UÇK-ja. Mos ishte mesazh edhe për veprimet e Zotit Thaçi në vitin 2016, mos gaboj. Kjo është nuanca e re e gjuhës politike të Osmanit, e cila nuk është drejtuar vetëm kundër Kurtit, por është drejtuar edhe një kundër kandidatit potencial i cili mund të rikthehet, ka dëgjuar që ka marrë për Hashim Thaçin. Jo rastisht ajo shkon e zgjedh një elementin më të rënd të Hashim Thaçit që lidhet direkt me Hagën sot. Është e ol, kjo është një goditje nervëz për mendimin tim. Po, goditje nervëz është faktike. Domethënë mënyra që sepse në aspektet civilizuese dhe moderne nga erdha evropianit ishte marrë veprim të jetë largpamës si Zotri Thaçi ku ka hedhur lule. Për arsye se ajo ka treguar që Kosova ishte politik. Megjithatë, jo te fjalia ku shkruhet që organizata është terroriste. Pavarësisht ajo ato është të kundërshtuar tash atje. Ajo më po del tash tjetër më populiste se vetë Zotri Kurti. Unë deshta me treguani diçka pse përmendet emri i Zotrit shumë bukur e tha vullneti, pse përmendet emri i Zotrit Thaçi. Unë po tregoj që nuk është rastësisht deklarata e Listë Demokratike të Kosovës kur ata për mulitje presidente, nëse ma lejoni me thonë, kur ata domethënë kanë tentuar që ta sulmojnë Partinë Demokratike ekskluzivisht Zotrin Hashim Thaçi kur u votu për president dhe me gjëja na ka kushtuar neve në zvoglim. Pra kjo tregon një farë lloj vujtje të kohë të sorvatit të kohë të tyre për me mundu me arsye të humbjen e rezultatit. Unë kam këtu disa statistika, më lejoni të shpjegoj. I kam disa statistika të cilat tregojnë se sa herë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka bashkëpunuar me Partinë Demokratike të Kosovës, gjithmonë në zgjedhjet ka pas rritje dhe gjithmonë ka gëzuar pozitat e mira dhe ka gëzuar benefite elektorale. Jo bën që me bën bashkë të dyja. Unë jam të tregu para qytetarëve se qytetarëve të Republikës së Kosovës i vjen një opozitë unifikuar për arsye se në zgjedhjet kaluar të 9 shkurtit, qytetarët rezident, konkretisht shumica qytetarëve rezident, punonësit publik, por edhe pjesa shtresë tjera e kanë votuar opozitën dhe kanë qenë fitues të zgjedhjeve. Zotri Zefaj, a ka interes opozita që ta votojë zonën Osmani ose të propozoj emra të ri? Çfarë qëndrimi duhet të ketë opozita? Zotri Zefaj. Jo, unë me mendimi im, është kjo nuk ka as pak interes që opozita ta votojë Vjosën Osmani. As nuk do të qëndrojnë në sol. Po kuptohet, domethënë që të qëndrojë dhe t'ja krijojë shumicën, sepse Po mjaft argumente që të mos e votoj. Po unë mendoj që nuk kanë interes sepse në qoftë se qëndrojnë dhe ne kemi vazhdon një qeveri ku Albin Kurti është kryeministri dhe Vjosa Osmani është presidente, ne domethënë opozita po i fuqizon ata edhe për një mandat 5 vjeçar të jenë të paprekshëm edhe çka është do të jenë shumë komod dhe do të kenë mundësi që Jo po thoni opozita po i fuqizon, po ai fuqizoi vetë votuesi, sepse zonja Osmani ishte me 300.000 vota në zgjedhjet e kaluara. Dhe pse Vjosa Osmani me usirë ato vota.
Por zonja Osmani po thotë që 82% e popullatës në bazë një ankete si pasaj kanë përqen ndaj saj. Edhe unë jam analisti preferuar në bazë një ankete që kam bërë. Në qofse kishtin me adhon opozita votat, atër qytetari dele dhe thotë, pra ne pas kemi të drejt, pra ne kemi votuar drejt dhe pikrisht duhet jetë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani ta udhëheqin vendin, sepse edhe opozita po mendon njëjtë. Do të thonë ti vetëm po e fuqizon edhe ata që kanë qenë skeptik, mos me votu Albin Kurti në të ardhmen do ta votojnë sepse thonë këta që kanë edhe dekada e ardhshme që kanë e tyne. Pra opozita zguxon në asnjë mënyrë të A mundesh të lutem me shku me një skenar, çka nëse shkon në zgjedhjet e ardhshme, çka ndodh me LDK-n? Tash unë po tregoj se LDK edhe PDK janë në dyshemej, pra më poshtë se kaç nuk mund të shkojnë me vota. Ja, qysh ja, ka më poshtë qerenismen. Ka më poshtë qerenismen, po qerenisma. Nisma nuk e ka pas një strukturë sikur që e ka LDK dhe PDK. Më poshtë nuk ka mundësi, rezultat më të keq pajtona plotësisht. Këta nuk është e pa krahasueshme. LDK dhe PDK më poshtë se kanë rënë nuk mund të shkojnë, këta vetëm mund të nëse bëjnë politika taktike, politika mobilizuese dhe politika më përfaqësuese, këta lirisht mund të rriten sepse kanë argumente ku të adopsojnë edhe nëse arrin me kapitalizu. A ka mundësi pra presidenti të jetë një emër i propozuar nga PDK, LDK, AK? Dhe t'ja sigurojnë vota, dhe kush mund të jetë një emër i tillë, që mund të jetë më unifikuesi, sepse gjithmonë është lufta për një president unifikues. Kjo ka shumë mundësi, po nuk e kem pa këtë disponim të Albin Kurti. Do thonë Albin Kurti lart për kuptoj, ne do të bisedojmë. Ani dërgoni një propozim jo. Jo, po nuk po e pranon Albin Kurti këtë. Albin Kurti tha unë do ta propozojmë Vjosa Osmanin. Ajo duhet të sigurojë votat, nëse jo do shkojmë në zgjedhje. Pra Albin Kurti ka qenë shumë i qartë.